أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تجثى فلندريمت لفدريمت më të sinqerta janë për Allahun, krijuesin ton, kurse salavatet, selamat, uratat, përshëndetjet për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër të pranishëm, vazhdojmë me ciklin e ligjëratave, të cilat kanë të bëjnë me rrugën e xhennetit, rrugën drejt xhennetit, rrugën për xhennet, rrugë e cila është synim i secilit besimtar. Tema e radhës e cila flet se banor të xhennetit do të jenë ata të cilët i përmbahen një gjëje, ka të bëj me ruajtjen e gjuhës, ka të bëj me të folurit mirë, ka të bëj me mos të folurit keq. Allah në Kur'an ka thonë: "Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun." Kanë shpëtuar besimtarët, do të jenë në xhennet besimtarët. E kush janë besimtarët? Besimtarët janë ata të cilët e falin namazin me frikë respekt, që kemi ligjëruar për namazin, dhe më njëherë pas kësaj Allahu tha, dhe janë ata të cilët kur flitet ndonjë e kot, ndonjë fjalë keqe, ata shmangën prej fjalës së keqe. As nuk mundohen mos me dëgju, do më thonë mundohen mos me dëgju, po edhe mundohen që as vetë mos me fol fjallë të këqija, fjallë të liga. Gjuhët e tyre i ruajnë nga fjallët e liga. Pro këta janë prej atyre të shpëtuarve, pro të xhennetit. Ajeti tjetër: "Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama." Besimtarët janë ata të cilët flasin vazhdimisht mirë, nuk mundesh me i ni duke fol keq, nuk mundesh me i ni duke fol fjalë të këqija, fjalë të ndyta. Po edhe nëse dikush ju drejtohet atyre me fjalë të liga, fjalë të ndyta, ofenduese, çka thojnë ata? Qalu salama. Ata thojnë paqe, ata drejtojnë dhe udhëzojnë drejt paqes. Pastaj ajeti tjetër: "Wa idha marru bil lagwi marru kirama." Nëse besimtarët gjindën përballë fjalëve të kota, fjalëve të këqija, thashethemeve, rrenave, nxitjes për urrejtje, nxitjes për dhunë, çka pa marrë parasysh fjalëve të këqija, besimtarët largohen, tërhiqen, nuk mujnë me nejt me një mes, me një tavolin, me një ambient ku flitet keq, ku folet keq, ku përdorimi i gjuhës përdoret për të keq. Nuk ndikohen edhe nëse rastisht qëllojnë me një vend ku flitet keq, ata nuk ndikohen. Problemi më i madh i njerëzve në jetën e kësaj bote është se me të dëgjuar një fjalë, çka do qoftë ajo, qoftë akuzë, qoftë çka do, ata më njëherë ndikohen. Allah po thot besimtarët janë ata të cilët kur nin fjalë të këqija, fjalë të liga, nuk ndikohen dhe tërhiqen nga fjalët e këqija, fjalët e liga. Pastaj ajeti tjetër: "Wa qulu lin-nasi husna." Allah po thot: nëse doni me pa xhennetin, thuani njerëzve, thoni ju njerëzve fjalë të mira, fjalë të bukura, husna ka thonë Kur'an. Fjalë të bukura edhe për nga forma, edhe për nga kuptimi. Nëse doni me hyrë në xhennet, foljuni njerëzve fjalë të mira, fjalë të bukura. Edhe njerëzve të cilët ju bojnë keq, ti duhet m'ju fol mirë. Allahu në Kur'an, ajeti tjetër tha: "Idfa billati hiya ahsan." Nëse dikush të bën keq, ti ktheja me të mirë. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Atëherë kur ti ja kthen tjetrit me të mirë, ai fol keq, ti fol mirë. Edhe ai i cili është mik i yti, do t'i shtohet dashnia për ty, kur ti i fol mirë. Po edhe ai i cili është armik dhe flet kundër teje, kur ti i fol mirë, do t'ja heqësh zilin nga zemra e tij.
do t'ja heqës zilin dhe urrejtjen për ty nga zemra e tij. Pra nëse na fulmi mirë, e shtojna dashnin, miqësin me njerëzit e mirë, po edhe ata cilët nuk na dojnë, e na urrejnë neve, e urrejnë islamin, kur ti flet mirë, do t'ja heqësh këtë urrejtje, po thot Allahu në Kur'an. Që kjo është ndikimi i fjalës së mirë. Prandaj do të me pos kujdes se si flasim në jetën e kësaj bote. Jo rastësisht dietarët me fol mirë e kanë radhit në një nga temat që po i trajtojmë për me fitu xhenetin. Edhe e kundërta, nëse flasim keq, edhe vetës ja bojmë venin tjetër kun, Allahu na ruaj, po edhe ndikojmë tek të tjerët që mos me dosht islamin. E na do të me mundu njëtën e kësaj bote që sa ma shumë me qenë njerëz që ndikojmë për të mirë. Tash po i përmendi hadithët cilat kanë ardhur për fjalën e mirë, me fol mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men yadman li ma bayna lahyayhi adman lahu al-janna." Kush më garanton mu që do ta ruan atë që e ka mes cimeve, mes mustaqeve dhe mjekrës, gojën, gjuhën pra. Ai i cili më garanton mu që e ruan gjuhën e tij nga harami, nga thashethemet, nga rrenat, nga fjalët e kota, nga fjalët e këqija, nga ushqimi i keq, ai i cili më garanton që e ruan pra gjuhën e tij, adman lahu al-jannata. Unë ja garantoj atij xhenetin. Kush e ruan gjuhën pra, nga fjalët e këqija, nga thashethemet, shpifjet, rrenat, ful mirë, gjithashtu e ruan gjuhën mos me hongër haram, han halal, do të hyjë në xhenet. Allahu na i dha 2 vesh, kam thonë dietarët, për me dëgju më shumë, e na e dha 1 gojë për me ful më pak. Allahu than Kur'an, shumica e muhabeteve, bisedave në mesin e njerëzve janë muhabete të kota. Shumica. E na jena njerëzit. Pro shumica që bëhet muhabetet tona, çka flasum na, shumica është e kotë. Përveç asaj e cila udhëzon në të mirë. Secili njeri duhet me mot vetveten e vet, edhe me shiku. Fjalët e tij a udhëzojnë për të mirë apo udhëzojnë për të keqe. Nëse nuk udhëzojnë për të mirë, ajo është fjalë e kotë. Prandaj ose do të me fol mirë ose s'do të me fol hiç. Me laçet apo stafat Allahu i la, me laçet të caktume, wa inna aleikum lahafidhin. Çdo që regjistrohet, çdo gjë që e flasim dhe e veprojmë regjistrohet. Prandaj duhet të kemi kujdes se çka flasim. Dietarët islam kanë thonë, heshtja me hesht kur nuk ka nevojë me fol, kur nuk ka domosdoshmëri, heshtja është shpërblim. E që kjo fjalë është shumë me rëndësi me u kuptu drejt. Në shumicën e kohës ti s'dohet me fol. Heshtja është shpërblim. Veç kur është e domosdoshme ti çfarë do të me fol. Por ndryshe s'ka nevojë me fol. Pse me fol? Pse më tunizoni? Sa herë që flasëm, ekziston mundësia 99.999% me gabu. Edhe me fol gabim. Allahu po na thot, shumica e fjalëve të njerëzve janë fjalë të kota, përveç atyre që thrasin në udhëzim, ndikojnë tek të tjerët për me udhëzu për të mirë. Muadh ibn Jabal e pyeti Muhamedit alayhis salam dhe i tha: "A edhe për fjalë çka i folmi kena mu dënu, edhe kena mu marr llogari ja Rasulullah?" Pejgamberi alayhis salam i tha: "Thakilatka ummuk." Të post nëna ose me përdur mina, o s'ti shka të kuft, qëfar pyti janë kjo? Pa i shumica e njerëzve për që të punë kanë mu logarit, shumica e njerëzve për shkak gjuhës kanë mu dënu. Ata cilët e kanë rujt gjuhën do t'jenë xhenet. Çka u kjo pyetje? Prandaj,
Jo rasisht në një hadith tjetër, pejgamberi alayhis salam tha, shumë prej njerëzve flasin fjalë me gjuhën e tyre që nuk ju kushtojnë rëndësi çka janë të fol. E çato fjalë ndikojnë që ata me u largu nga xheneti 70 pranvera. Pro me hyn xhenem për 70 vite. Për shkak fjalës që nuk i ka kushtuar rëndësi se çka u të thonë. Lemo me fol keq e fjalën dyta. Veç ti nëse flet si kushton rëndësi veç je të fol, çashtu i përzin tim, ekziston mundësia me u largu nga xheneti. Mundësia e madhe. Prandaj el-lisanu udwun qalil wa atharuhu kathir, kanë thënë dietar. Gjuha është gjymtyr shumë e vogël, ama gjurmët i ka të mëdha. Është një hadith tjetër që i paraqet të gjitha gjymtyrët e trupit. Për çdo mëngjes thuhet në atë hadith, të gjitha gjymtyrët e trupit po ju drejtoj kanë gjuhës, gojës, dhe po i thoj kanë, nëse ti flet mirë dhe e ruan vetën tënde, krejt ne do t'jemi rahat. Po nëse ti flet keq dhe nuk ruhesh, gjuhës po i thoj kanë, komplet ne do të dënohemi. Prandaj duhet vazhdimisht me u mundu me rujt gjuhën, me fol mirë, me bë dhikr, me adhuru Allahun, me hong halal, mos me shpif, mos me fol rana, mos me shok, mos me fy. Këta janë besimtarët. Për boll këtyre ajeteve dhe haditheve, secili njeri duhet ta mod vetveten se sa është besimtar. Lukman Hakimi, disa dietar kanë thonë është pejgamber, disa dietar kanë thonë është njeri i urtë, me rëndësi është përmend në Kur'an. Një njeri i madh i Islamit ka thonë, gjymtyrët më të mira të njeriut janë gjuha dhe zemra e tij. Kur e kanë pyet cilat janë gjymtyrët më të mira, kanë thonë gjuha dhe zemra e tij, sepse me gjuha adhuron Allahun, bën dhikr, dhe me zemër tregon sinqeritetin e tij. Pastaj e kanë pyet dhe kanë thonë cilat janë dy gjymtyrët më të këqija. Ka thonë gjuha dhe zemra e tij, sepse përmes gjuhës flet keq, flet shpifje, flet rana dhe e humb xhenetin. Dhe përmes zemrës së tij nëse nuk ka sinqeritet, gjithashtu e humb xhenetin. Pra varësisht si ti përdorësh gjuhën dhe zemrën tënde, o për të mirë o për të keq, ato janë gjymtyrët kryesore tua. Një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam tha, imani i besimtarit qëndron i fortë, qëndron stoik nëse e ka zemrën e tij në rregull. E zemra e besimtarit është në rregull nëse është gjuha e tij në rregull. Nëse gjuhët tona pra nuk janë në rregull, nuk flasin mirë, nuk flasin fjalë të mira, nuk udhësojnë për të mirë, ndikojnë për të keq, shpifin e folin rana, hajnë haram gjuhët tona, pastaj zemra ka problem me sinqeritetin, nuk është në rregull. E kur ka problem zemra, ka problem edhe imani. Lukman Hakimi gjithashtu e ka thonë edhe një fjalë. Asnjëherë thot nuk jam pendu kur kam hesht. Zakonisht njeriu pendohet kur flet. Su dasht me thonë qëtë fjalë. E kena zakon na e përdorëm. Gabua su dasht heq me full. Po s'di shka më dha fulla. Amo nuk ndodhe kundër tha. Nuk pendohesh nëse hesht. Lejem, mos fol. Je rahat ti. Përveç atyre të cilët kanë zili, ata kanë ardhur s'di pse si fula, si thash kështu, e se shojta se fyta. Lukman Hakimi tha, për me qeni qetë, ma mirë është me hesht. Nëse fjalët nga njëherë në rast të caktune kanë vlerën e argjendit, heshtja ka vlerën e arit. Kështu tha ky njeri i madh i Islamit. Pejgamberi alayhis salam gjithashtu tha, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, ose le të fol mirë ose le të hesht. Prandaj ti duhet me mod vetveten. Para çdo fjale që e flet, a je tu fol mirë? A e kënaq Allahun?
Nëse ditën e gjykimit do të dalësh para Allahut me këtë fjalim që i të ful, me këtu fjalë, a do të ndihesh i turprum apo jo? Nëse është në rregull, fole. Po nëse nuk është në rregull, edhe e shet që s'kalon kjo, ma mirë mos fol. Pastaj pejgamberi alayhis salam tha: "El muslimu men salima el muslimune min lisanihi wa yadihi." Musliman është ai i cili njerëzit për rreth janë të qetë nga fjalët e tij dhe nga dora e tij. E nisëm me ajete dhe po e përfundojmë me një ajet. Allahu në Kur'an tha: "Fa athabahumullahu bima qalu." Allahu i shpërblej njerëzit për ato fjalë që thanë, për fjalë të mira. Në një ajet tjetër tha: "Wa lu'inu bima qalu." Allahu i mallkoi ata për shkak fjalëve të këqija që përdorën. Pra, secili prej nesh për me fitu xhenetin do të me pas kujdes me gjuhën. Gjuha ose na ngrit ose na ul. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb.